Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati i sporteve Çazim Dervishi i Shkodrës, nga ku sapo nisim transmetimin e ndeshjes futsalës. Është klasikja e futbollit sallës në mes Vllaznisë Vendase dhe Tiranës mysafire, dy skuadra të denja, rivalet e njëra tjetrës. Tirana disa herë kampione e Shqipërisë radhazi dhe së fundi Vllaznia është ajo që i ka rëmbyer Bardhë Bluve titullin kampion sezonin e kaluar dhe tashmë është kampione në fuqi skuadra Kuqe Blu. Dhe kryeson kampionatin me diferencë nga Tirana dhe nga Flamurtari. Kujtojmë që javën e kaluar, pikërisht ditën të shtunën e kaluar, në stadiumin Flamurtarit të Vlorës, Vllaznia regjistroi një fitore fantastike në transfer, duke mundur një tjetër rival të denj si Flamurtari i Vlorës 4-5. Në këtë moment Tirana ka rrezikuar seriozisht me një gjujtë të fortë, por ka qenë Fatos Behari, portieri i Vllaznisë, që ka shpërtuar portën Bardhë Blu. Jemi në transmetimin drejt për drejt përmes portalit Veriu Sport dhe fillimi i ndeshjes është i shpejt me sulmin nga të dy skuadrat, por akoma nuk ka gol. Behari gjuajtje forte ti dhe Vllaznia pan golit, e vjen golli i parë i shënuar nga Denis Shokaj. Është minuta 5 të ndeshjes. Vllaznia 1 dhe Tirana 0. Një gjuajtje e fortë e portierit Fatos Behari nga distanca. Shikojmë se diçka këshillon gjyqtari Albano Stollaj tek soli Vllaznisë. Rëndësishme është që Vllaznia sapo shënoi golin e avantazhet dhe par golit të dytë, Çardaku. Mateo Çardaku, ky i ri i talentuar, i ardhur nga futbolli i madh nga ekipet e Akademisë Vllaznia, është bërë pjesë e futsallës, tash përpoluan me ditë dhe gol! I dytë gol për Vllaznin, tashmë është Besforte Gjoklaj. 2-0 për Vllaznin. Qokaj dhe Gjoklaj janë autor të golave për skuadrën Kuqe Blu. 2-0 kryeson Vllaznia në këtë fillim të ndeshjes që po luhet në pallatin e sporteve Çazim Dervishi të Shkodrës. Super ndeshje, super emocione, por ajo që mund të konstatojmë për momentin mungon tifozëria. Nuk është ajo tifozëri e pritshme, ndoshta edhe për mungesë publiciteti, për mungesë informacioni, por Pallati i sportit i Shkodrës duhet kishte sot një numër më të madh tifozësh. Është klasikja e futsallës së Shqipërisë dhe në një farë mënyrë Vllaznia me këtë fitore, nëse arrin ta mbajë këtë avantazh deri në fund të shkëputet edhe më tepër rivalëve. 2-0 kryeson Vllaznia me golat e Çokajt dhe të Gjoklajt. Aksioni tashmë është për Bardhë Blu të Tiranës, se cilët janë në dizavantazh të 2 golave. Duhet minuta e 6 për pjesën e parë. Vllaznia kryeson me rezultatin 2-0. Autor të golave për skuadrën Kuqe Blu janë Denis Shokaj dhe Besforte Gjoklaj. Tirana ke ngul, por është devijuar topi nga Gjoklaj. Si sulmi për Tiranën që kërkon me ngulm të shënoj golin e parë. Por përballë ka një Vllaznia të motivuar.
Gokaj, Tafili, Gjoklaj për Gokaj, nuk arrin. Vazhdimja po luan në këtë ndeshje me këtë përbërje është Fatos Behari, Besfort Gjoklaj, Semir Gokaj, Alcid Tafili, kapiteni i skuadrës, Meldin Tafa, Sajmir Hyseni, Joaldin Ziku, Ari Djepagjia, Rej Boshti, Harald Jahaj, Rigers. Apo ka humbur një mundësi për golin e tretë dhe për të dytën personal Gjoklaj. Vijojmë me informacionin e vllazdis, pastaj Boshtit është Harald Jahaj, Rigers Gjahysa dhe Mateo Çardaku. Trajneri i vllazdis është Arben Xhaferi. Ndërkohë që në tribun prezent duke ndjekur këtë sfidë është edhe presidenti i futsallit shkodrane, Fisnik Barbullushi, ai që me të vërtet ka bërë një punë mjaft e mirë për kushtuese, motivuese dhe një mbështetje jashtëzakonisht e madhe për këtë skuadër e cila shumë shpejt u bë kampione e Shqipërisë në harkun kohor të 2-3 sezoneve. Një vllazni e futsallit që nuk ekzistonte prej shumë vitesh, u riorganizua fal presidentit Fisnik Barbullushi, drejtorit sportiv Arben Xhaferi, si dhe trajnerit kapiten Alcid Tafili dhe u bë kampione e Shqipërisë shumë shpejt. Në këtë sezon kryeson përsëri tabelën e klasifikimit me 10 pikë ndaj 4 të flamurtarit Djegsi me afër së bashku me Tiranën. Përsëri Tiranën kem ngul për golin e parë, e ka shpërdoruar në këtë moment. Tirana nuk arrin të shënojë edhe pse kem ngul dhe goli tretë. 3-0. 3-0 për ekipin e vllazdis, protagonist është Samir Hyseni. Ka gjutur drejt portës Bardhi Blu, topi është devijuar nga një mbrojtës Bardhi Blu dhe 3-0. Gjoklaj dhe Hyseni autorët e golave për vllazdin. Vijon ndeshja pas ardhjes në ndihmë të një futbollisti Bardhi Blu që u dëmtua pas golit të shënuar në portën Bardhi Blu dhe trondit Tirana këtë radhë me një shtyllë pingule me protagonist e numri 9 Kemal Gashi, ishte ai që goditi fort topi, u prek nga portieri Behari dhe pastaj preku pingulin e majt. Përsëri Tirana në aksion. Nuk arrin ta përfundoj aksionin, është vllaznia me kapitenin Tafili, është Ivziku, i largohet kontrolli topit nga këmbët. Minuta 9 për pjesën e parë. Vllaznia 3, Tirana 0 në këtë klasike të futsallit shqiptare. Dominimi plot i vllaznis kampionin fuqi, i vllaznis kryesuese të kampionatit. Tirana duket e pafuqishme për momentin, një Tiranë që në protokoll ka emra sportistësh me përvojë. Përrejt portieri Behari pas kemunës të Tiranës. Teodiana Rapi, Redi Koqiu, Enes Ahmed Hoxha, Cristiano Cardozo,
Milan Prendi, Elvis Muqa, Endrit Kaca, Eran Demirtiri, Ervin Cera, Kajver Gjoka, Igli Gjeci, Margil Kapidani, Joel Plaku, Mentor Mejzini, Kemal Kashi dhe Narcis Alibegu. Këto janë emrat e ekipit të Tiranës që janë në protokollin e kësaj ndeshje. Përsëri bardhë dhe blut që kem ngulin për të shkurtuar diferencën e golave, kur Vllaznia kryeson me rezultatin e pasër 3-0. Një Tiranë që drejtohet nga trajneri Angoni, një nga trajnerët më të mirë të futsallit së Shqipërisë, që ka shpallur Tiranën disa herë kampionet të vendit, por sezonin e kaluar është detyruar t'i lëshoj vendin Vllaznisë së Shkodrës që e mundi në finale me gol të shënur në minutin e parafundit të kretë ndeshjes nga Besford Gjoklaj. Dhe Vllaznia është tashmë me autoritetin e kampiones dhe kryeson me merit kampionatin me objektiv për ta mbajtur sërish mbi kurorin e kampiones. Gokaj, Tafili në fushë është sapo aktivizuar edhe Boshti. Është Rej Boshti, një tjetër talent i futsallit të Vllaznisë. Samir Hyseni, Boshti, Tafili, çarkullimi i dhëndër i topit për kuqiblut të Vllaznisë, ka shkaktuar faull Boshti. Vllaznia po luan në të momente me portierin Behari, Tafilin, Gokajn, Hysenin dhe Boshtin. Pritje portierit dhe Behari që ngul Tirana, cila po luan në të momente me Rapin Port. Është Kaca, Gjoka, Cera në fushën e lojës. Endrit Kaca, numri 10 i skuadrës bardhë dhe blu, mundohet të shmanget, vazhdon të kërkoj hapësirë për të goditur dhe ka goditur për në mënyrë të gabuar. Në kohë që të lojë për momentin është edhe Elvis Muqa për ekipin e Tiranës, që drejtohet nga tekniku i mirë njohur Angoni. Luhet minuta 12 për pjesën e parë, Vllaznia kryeson me rezultatin 3-0. Autor të golave për skuadrën kuqiblu janë Denis Çokaj, Besford Gjoklaj dhe Samir Hyseni. Kopi përsëri për skuadrën bardhë dhe blu. Endrit Kaca, i cili nis aksionet për skuadrën bardhë dhe blu, përsëri Kaca. Finde tir ka në djathtë, sërishmi gjuan me të majtën e ti pas një zhvendosje teknike nga e djatha në të majtë, vejo topi nga Boshti. Sërishmi Tirana dhe Kacë. Ai është protagonisti i skuadrës bardhë dhe blu që të gjithë topat shkojnë tek ai, përsëri është Kaca. Endrit Kaca për bardhë dhe blut. Elvis Muqa. Kaca sërish me topin në zotrin. Mbrohet mirë Vllaznia, është në gjeshur. Nuk krijon hapësira për skuadrën kundërshtare.
ndërkohë kundërshmëron rrezikshëm, siç ishin edhe momentet e 3 golave të shënuar me autor Çokaj Gjoklajn dhe Hysenin. Takimi po gjikohet nga dyshja e arbitrave Albano Stolaj dhe Felix Kolleshi, pikërisht kjo dyshje gjyqtare që gjykoi javën e kaluar në Vlorë, në stadiumin Flamurtari, në supersfidën Flamurtari Vllaznia, e mbyllur me fitoren e Vllaznisë 4-5. Në tavolinë e gjyqtarisë, në kronometër është një tjetër gjyqtar shumë i njohur, si Edmir Podgorica, ndërkohë që delegat i Federatës Shqiptare të futsallit është Klajdi Përbunja. Gjyqtarët e ndeshjes po sharojnë për një veprim, për një vendim të mëparshëm, ndërkohë që të dyja skuadrat janë në pushim. Arben Xhaferi me kolegun e tij Alcid Tafili, i cili është kapiteni i skuadrës, por edhe trajneri i ekipit, shfrytëzon pushimet për t'i dhënë edhe ai krahas Xhaferit për t'i dhënë edhe orientimet skuadrës, ndërkohë që në krahun tjetër është tekniku Bardheblu Angoni, që ka mbyllur më shpejt pushimin, ka udhëzuar skuadrën që në këto minuta të mbetura, që kanë mbetur edhe 7 minuta dhe 10 sekonda nga mbyllja e pjesës parë, të ndryshojë diçka në fushën e lojës. Topi është për Vllaznin dhe shikojmë që do të jetë nga Porta me Fatos Beharin, e ka kaluar tek Gokaj, një nga më të mirët e ekipit kuqeblu. Tafili, vjen goli i 4, minuta 13, Alcid Tafili ka shënuar golin e 4 dhe pozon nga kamera e Veriosport me muskujt e ngritur larg, duke treguar autoritetin, potencën e Vllaznisë dhe futsal, dhe pse jo të tijin personal, një veteran i nderuar dhe shumë efektiv për futsalin shkodrane. Vllaznia 4, Tirana 0, në vetëm 14 minuta loj. Tirana duket e pafuqishme përballë asaj Vllaznia që është shumë autoritare, mobilizuar, e qartë taktikisht, e fort fizikisht. Dhe një teknikë të përsosur në fushën e lojës, skuadra kuqeblu nuk toleron, dhe është me të vërtet potente në fushën e lojës. Të tregojnë shifrat, 4-0 për Vllaznin, pretendon Vllaznia për një prekje me dorë të topit, por gjyqtari Stolaj dhe kolegu i tij Kolleshi vazhdojnë lojën. Tirana Kemgull nga krahu i djathtë, shumë i qartë që thyhet lehtë nga Vllaznia, por përsëri Tirana është në kontroll të topit. Janë shumë aksionet e skuadrës së kuqeblu, të bardheblu, por që frenohen nga skuadra kuqeblu. Të duhet nga distanca në krahun e djathtë, është ai i zakonshmi Endrit Kaca. Edhe 5 minuta dhe 35 sekonda nga mbyllja pjesës parë, Vllaznia kryeson me rezultatin bindes 4-0. Çokaj Gjoklaj, Hyseni dhe Tafili janë autorët e golave. Portieri Behari duket se kërkoi të përshëndes kamerën e Veriosport me atë top të dërguar në tribun.
Ishte portalin Vreu Sport, i cili është një ndjekës i afërt dhe një pasqyrues i vazhdueshëm i futsallit së Vllaznisë, jo vetëm në Shkodër, por edhe në ndeshjet në transfer, siç ishte transferta emocionuese javës kaluar. Flamurtari Vllazniaç u mbyll me fitoren e Vllaznisë 4-5. Mejzini për skuadrën bardhë blu. Humbet topin Tirana është Çardaku, Gokaj, Çokaj, tekniku Xhaferi alternon her pas here formacionin kuqe blu, duke aktivizuar në fush herë Çardakun dhe në vijim edhe Ivzikun dhe Boshtin, ndërkohë që Samir Hyseni është minuta më të shumta krahas titullarëve, për krah titullarëve Behari, Gokaj, Tafili, Gjoklaj dhe Çokaj. Çardaku nuk arrit ta shfrytëzojë si duhet të top të Çokaj. Tirana me këtë mundësi eviton rrezikun Semir Gokaj. Jo vetëm një sulmues i rrezikshëm, por edhe një mbrojtës i mirë. Përsëri bardhë blut rradh ke golin me anë numrit e 14 Igli Xhetsi. Mejzini për Tiranën. Ka shmangur për një moment Çardakun, në fut topin zonë, pra largon Çokaj. Është Gokaj që ka fituar këtë goditje dënimi për ekipin e Vllaznisë dhe kartoni verdhë në adresë të trajnerit Angoni të Tiranës. E akordon në këtë karton gjyqtari Albanos Stolaj, gjyqtari i kategorisë ndërkombëtare për disiplinën e futsallit, shumë i njohur edhe në futbollin e madh në kategori të lartë prej shumë vitesh, por tashmë me stemën e ndërkombëtarit në futsal. Kartoni verdhë tjetër të shpëndim të Vllaznisë nga gjyqtari Kolleshi. Ishte Ali Begu që ka kombinuar me Mejzinin, por ta bardhë blu është zbrazur, është i taktike e përdorur kur skuadrat janë në dizavantazh dhe portierët marrin pjesën në sulm, siç është ky moment që vetë portieri ka gjuajtur dhe ka shkuar me shpejtësi të stol, duke i dhënë mundësi aktivizimit të portierit Claudian Rapi në port. Pa lejon të ndrime këto alternime të shpeshta, përstin fush e njëjta skem, tjetër ndrim, përsërish me lojë është Kaca, është larguar portieri Rapi, e përsi një numerike sulmuese për ekipin e Tiranës, që gjuan me shumë forcë. Një gjutje spektakel e mentor Mejzinit, por paq spektakel është edhe pritja portierit Fatos Behari, që e mbante pa prekur rjetën e tij. Katër me 0 kryeson Vllaznia kur duan edhe 2 minuta dhe 20 sekonda nga mbyllja për pjesën e parë. Autor të golave për kuqe blut janë Denis Çokaj, Besfort Gjoklaj, Samir Hyseni dhe Alsit Tafili, kapiteni dhe trajneri i Vllaznisë.
Fatos Behari, listi top dërësi për Gjoklaj, për nuk ka asnjë fanel kuqe blu pran, shpërdoret kjo aksion i Vllaznis. Ishte Tirana në portën e boshatisë, shikoni porta është e boshatisur, por e kthehet aty, por me njëre ka lëshuar portën, Kaca, mund ta pesoj Tirana me këtë kërkesë për të sulmuar, por edhe mund të përfitoj që të ketë avantazh në vijën sulmuese, siç është në këtë momente që i gjithë formacioni bardhë dhe blu është në portën e Vllaznis. Edhe 1 minutë dhe 40 sekonda nga mbyllja për pjesën e parë. Faul në favor të Vllaznis, kur duhet 1 minutë dhe 37 sekonda nga mbyllja e kësaj pjese. Portali Veriu Sport vazhdon të transmetojë drejt për së drejti nga pallati i sporteve Qasim Dervishi dhe na vjen mirë që përpos shikuesve tanë të shumtë në Shkodër, në Shqipëri dhe në Europë kemi ndjekës që po ndjekin me shumë vëmendje të sfidë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërkohë shikojmë që është dhe portali shumë i njohur në SBA Alpstrings Televizion, që drejtohet nga një emër shumë i njohur nga Shkodra, nga Marsia e Madhe, Rush Dragu, që drejton këtë portal informativ për komunitetin shqiptar në Amerikë, i cili po shijon të ndeshje ashtu si shumë të tjerë pushim në këto momente nga skuadra bardhë dhe blu, kur duhen janë minuta fundit, Vllaznia kryeson me rezultatin 4-0. Autor të golave Denis Shokaj, Besfort Gjoklaj, Sajmir Hyseni dhe Alsit Tafili. Vllaznia e futsallit duket se do të jetë dhe për momentin është lider i kampionatit kombëtar të futsallit shqiptare dhe me këtë fitore nëse ruan deri në fund, kur kryeson 4-0, shkëputet edhe më tepër nga Tirana dhe çamurtari ndjekës. Momentet e fundit pjesës së parë, Tirana e dëshpëruar kërkon një gol morali, pse jo dhe një gol motivues për të rihapur takimin. E ka shumë të vështirë përballë një Vllaznie që është shumë e vendosur, e mobilizuar. Tirana ka mundësi me këtë aksion dhe shpërdron një mundësi të mirë skuadra bardhë dhe blu. Behari ka shpërdoruar të aksion në pasi jo shumë të studiuar, jep mundësi Tiranës të niste aksion nga krahu i djathtë, sërish mi bardhë dhe blut. Kaca Mezini, Shtri Kaca gjuan me poshtë, pret portieri Bari për Shtri Tirana në këmbgulje për të gjetur golin e parë. Ka shpërdoruar numri 7 mentor Mezini. Gjyqtarët e ndeshjes Albano Stolaj dhe Felix Koveshi kontrollojnë kronometrin dhe janë gati pas pak çastësh të mbyllin pjesën e parë të ndeshjes së Vllaznia Tirana, e mbërthyer në shifrat 4-0 për Vllaznin. Është dëmtuar një futbollist i Vllaznis, duke se është Besfort Gjoklaj,
ai që shënoi golin e dytë për ekipin e futsallit nga titullaret e përvojës dhe me shumë peshë tek formacioni i Vllaznisë. Tham që është autori i golit fitores në finalen e sezonit kaluar ndaj Tiranës, ku Vllaznia është shpall kampione e Shqipërisë. Tafili Gjoklaj janë momentet e mbylljes së pjesës parë, por ka një mundësi të vogël dhe dëgjohet vëshëllima 3 herë e arbitrave të takimit Albano Stolaj, Felix Kolleshi, por edhe të tavolinës të gjyqtarisë Jetmir Podgoricës dhe delegatit Klajdi Përbunja. Mbyllet pjesa parë, të nderuar shikues të portalit Zeri Sport, që patët rastin të shionit të pjesë të parë të epërsi, të fitore të pa diskutueshme të Vllaznisë me rezultatin 4-0 me autor të golave Çokaj, Gjoklaj, Hyseni dhe Tafili. Shkëputimi për pak minuta, jeni në pushimin mes dy pjesëve, mos u largoni. Veri Sport do të jetë përsërimi ju pas pak minutash për të përcjell pjesën e dytë. Deri atëherë, mirupafshim.